Ajeti 77. Thotë Allahu Gjellu Ala, Kalu, in jesrik, faqad saraka. Këta janë liru pa këtash. Bunjamini pas ka vjedha. Në regull jemi. Pra, tash ju ka ra pak bara. Pse? Se këta, si Jusufin, si Bunjaminin, më fërkimi kanë. Si kanë për qefi shumë. Apo? Dhe kjo vëzër, shiko, që ka ban kur ti ki u rejtje për dikan. Edhe gjunajnë kur e ban, aj nuk e nim njëtë. E këni ba përshimu ti për një musliman, s'ta ban shumë luksi, edhe një si ka ra një sprovë. Që ka thu? Po ahe lipke. Ama për atë që ka e do se thu qashtu? Që ka thu? Po si qëtinj është vallah me gjunaj. Po pëse s'po thu për këtë dashmin tanë qashtu? Se ti e u rejnë ata. Këta kur e morë vesh, te Bunjamini ka në kjo? Po ki edhe një vla e ka po qashtu? Shiko dhe sa shpejt kanë reague. A na 10, a pështu, a keni po disa? A jena na mirë, po? A në grupi jonë mirë, po e thefshim më në qafën këto tjertë. A qështu të shkohet e Allahu Gjellu Ala? Qështu Allahu t'i folët ta? Qështu ndujmohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me grupacione? Ata vëzër që mas shumë t'i thojnë, po kryohen grupacione, po kryohen fraksione, ata janë ma sharragji që kryohen fraksione. Sepse ata veç galin e vetë e kanë. Na mës dalë na mirë. Shiko vëzër, edhe në fe bojnë politik, edhe në parime bojnë politik. Pse? Sepse nuk e kanë tutën për Allahut. Ata dojnë të njerëzit me dalë mirë. A vëzër, kush do të, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që do të Allahu, se ka gale të Allahu që ishtë del, të njerëzit dale mirë. Allah ja këthan kitë njerëzit kundër. A një njeri që do të Allah i me dalë mirë, si intereson të njerëzit, Allah i kitë njerëzit i pranon, e ban që mi thonë, mire pas ke pasla, tamane pas ke pasla. Na e në konë ata shka, shiko vëzër, këta shka thanë, a Bunjamini ka vjeda, ky vabi Jusufit që e ka edhe pinane, in jesrik, faqad saraka akhun lahu min qablu. Shiko çka thon. Thon, si të kish vedh ky, ha? Shiko, kurse do di kanë vëzër minjarë le të mundshme. Pse s'kan thon për shembull, ka daleve? Po do që janë gjali Jakubit. Zvedh mora kë. Çka thon më herët vëzër? Kurse dishin se janë Jakubi, i mbrojtën komplet i mbrojtën. Tash kur ju dul Bunjamini, çka po thon? A ky pas ka vjedha? E si të kish vjedh? E pse thanë qështu dhe zërë? Kur nuk e do dikanti, edhe vlla me pas pi babe, kur s'ta ban, qka thue? Por ketë nuk më intereson mua. Unë kujtova që une. Unë kujtova që i mujtu ma gjujt, se këti në gjerë e gjuja krejtve. E këni pa disa një? A ti a me mu e kia? Qka dhe zërë? E munohën fejnë Allahu Gjelluala, a me mu e ki, a me atë e ki, a me kanë e ki. Hasha vë kella. I madhështë Allahu Gjelluala, i madhështë Allahu Gjelluala për i dalaverave tona. Allahu na falë. Thanë, nëse ka vjedh ky, ki ka pas edhe një vlla më herët. Kujt pithojnë o dhezër? Jusufit. Andaj shikon o dhezër, ajeti 77 edhe 78. Përse dhe me vëmendje. Këta kanë mi thanë Jusufit, këto shpedin që a Jusufit, a e ka pas ki një vlla hajdut më herët. Subhanallah i ladhim. Minjarë në ajetin 78 që ka thonë, ja ejuhel aziz, o princi madhë. Do më thonë, këta njerë dhe zërë s'kam parime. Këta vesh të pështojnë. Këto dhe zërë, me pas di që ja Jusufi, a i thoshin qështu se ka pas një vla me herët hajduta? Që i kanë thonë? Ka thonë, faqad saraka akhun lahu min qablu. E ka pas një vla hajdut me herët. Dhe zërë, të kjo fjallë Allahu Gjelluala, që kanë thonë këta, kje ka pas një vla me herët hajdut. Për kanë e kanë për Jusufin. E qështu kanë hajdut Jusufi? Qështu kanë hajdut Jusufi? Apo? Kanë ardhur dy komente vëllazër. Komenti i parë, që nuk është i saktë, është ajo që shpjegohet në për librat e mufesirave, prej israeliatëve, prej Tevratit e marrë dhe prej Injilit, është se Jusufi alayhi salatu wassalam, megjithëse manaja është e saktë si mana, por nuk qëndron ajo, nuk qëndron. Kanë thënë, ka ardhur për transmetime, ka përmend këta edhe Imam Bakawi o të tjerë nga dietarët e muslimanëve, kanë thënë Jusufi kur ka i vogël, o ka nën kujdesin e babgjyshit vet, babës nanës. Apo, sepse Jakubi alayhis salam ka jetuar me një periudhë te miqt e kështu me radhë. Edhe babgjyshi thuhet se ka marru puta, e ka pas një put te shtëpia. Çka ka bëu Jusufi alayhis salam? E ka marrë atë putin edhe ja ka hub. E kur e kanë lip, pra këta e kanë thujt këta vjedhje. Me ky i vjet ke putat më herët. Megjithëse kjo më ana e vërtetë. E ka marrë putin mos ta adhuroje. Apo, më anaja pa. Transmetimi i dytë ka ardhur se ka vjedh Jusufi alayhis salam, shpesh kur kanë hangër buk, ka thonë bjem një buk pak që çoj fukarave. Ato ka thonë s'ka, veç për neve ka.
Çka ka bëu Jusufi? I ka marr pa vet bukën e u ka çu fukarave. Me vazit e vet. Kur kanë hangër bukë, e ka marr të bukën. Ata kanë mos e merr. Ki ka shkuar e ka marr, ja ka shpërndar fukarave. E këto që kanë thënë, ki e marr bukën pa vet, çka ajo çon fukarave. Ama kujt e dia çu? Fukarave. Pi shtëpis vet ka marr. Se ka vell. E ka marr pi shtëpis vet. Këto vëzë këtë janë israeliate. Këtë janë israeliate, mund të gjeni domethënë ai çka ulëmton, mund të gjeni këto nuk qëndrojnë vëzë. Cila është e vërteta? E vërteta është se këto janë të rrejt. E vërteta është se këto janë të rrejt. Çiç kanë rrejt fillim, e kanë Allah janë të rrejt babën atë që Jusufi ja kena hub fien, edhe këto janë të rrejt. Çka kanë thënë? Se tash vëzër tash është ngusht, çysh më riu me vedh. E tash për marrësi e tue, çka kanë thënë? E këshyra i kanë thënë, këshyra ti princ. Se ki nuk e kena bash vllaket. Veç pi babë e kena. Minjer ta dajna pak. E para, këta nuk e kena bash vlla. E dyta, ki edhe një vlla hajdut e ka pas. Para Jusufit pe thonë vëzër. Para Jusufit. E kështu vëzër mendësia e kriminalit. Unë jam i pafajshëm. Këto çert, çu di çka kanë bërë valla. Po me ta morë rrishe, valla nuk e di unë. Si morë nuk e di? Si morë ti ke ank buke ke pimë ta? Si nuk e di? Bona me dit. Tjetra, a nuk e ki vlla? Po mirë, pse e ki vlla pi babe, apo të bika vllazin llokja? Jo nuk bie. E treta, a si një muslimana? Ka kon musliman krejt komplet. Tjetra, a nuk o marrë me qu lajmë të baba ka vjedh? Kjo është e ranë, dhe zë. Kjo shumë e ranë. E që kanë bërë, dhe zë? Ka thonë si këtë vjedh kë, edhe një vlla e ka pas që ka vjedh më herët. Edhe një vlla e ka pas që ka vjedh më herët. E të një dhe zë nga kjo që kanë zirë, dhe zë? Se fajtori veç një siklet e ka. Ta heke barën për vetit. A e gjunë në pafajshëm. A e gjunë të pastër. A e gjunë ku e gjunë. Unë e mos t'jem. Unë e të pështoj. Unë e mos të më thojnë. Ku është dojle të amore? Ama nuk shonë kështu vëzër. Qka tha Allahu Gjelluala? Fa esarraha Jusufu fi nefsi. E Jusufi a.s. vëzër e majti vetën. Qka vëzër? E majti vetën. E majti vetën, ka thënë Abdullah ibn Abasi radiallahu an, ka thënë Jusufi e ka mbajt vetën. Fjallën që e ka thonë ma vonë, e ka thonë në vetë veti. Ajeti 77. Fjallën që e ka thonë ma vonë, e ka thonë në vetë veti. Që ka thonë dhe zërë? Para kësajna, para se me ka dhu fjallën, fe esërraha Jusufu fi nefsi. E mbajt Jusufin vetën. Pse e mbajt jo dhe zërë? Ka thonë djetarët, i buti, fisniku, bujari, e mban vetën dhe zërë. Andë që ka thonë dhe zërë? Kemi lot të jashtëm, edhe kemi lot të mbrëndshëm. Kemi dhimta që i nxjerrim jashtë edhe kemi dhimta që ja çojmë barkit mrena. Ka mlefe që i nxjesim jashtë edhe ka mlefe që i hajna mrena. Cili pi dyve më i mirë vëzë? Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që e kap një mlef, dikush e mlefos, e zemron. Edhe ai ka takat me e zbatu mlefin, me shpraz mlefin. Ama e ha mlefin. Allahu xhelala para kët krijesa, para kët njerëzimit i thot: cilën hyri pe do të ta martojna. Cilën hyri pe do të ta martojna. Sepse me të vërtetë vëzë, me majt mlefin, e meriton Allah me martu qatë njeri. Ai cili e mban mlefin, e mban zemrimin, a sa shpesh zemromi vëzë, sa shpesh hidhnomi, sa shpesh njerëzit na prekin nder, na prekin në autoritet, na prekin në për familje, na prekin çka s'na prekin. Ama ti e di se ka një Allah, edhe ti thu o Allah, ti me ta mero. Dhe kjo më e rrezikshmja, mi alon Allahu xhelle xhelali. Këtë vëzë jemi protagonistët e një ngjarjes. Këtë na e lujna një rol kryesor të një ngjarje. Ka mundësi më nga ti jo të akuzon. Më nga këto që nga ta kanë vëzë. Vlla e kanë. Vini re nisan vëzë. Vini re nisan. Këto a kanë ardhur 11 veta. A kanë ardhur 11 veta, po. Ai ka çu baba. Po, ai ka marr besën në Allahit. Këshirë dhe zë, Jakubi, cëllit ja ka pas gajnë mës të hupe? Cëllit ja ka pas gajnë mës të hupe? Bunjaminit. O dhe zër, këta, realisht, këtë forcat du të më mobilizu me thonë, andaj njani për tëre, ma i madhi për tëre, që ka me thonë? Ka me thonë, merëm be mu se mos së një shkoj babës unë e mo. Jusufi hupi, Bunjamini hupi, unë s'moj me mitalë ma babës për para. Ma i madhi për tëre. Dhe thuët që kisha ka thonë, ma i madhi, kur e kanë gjujtë bunar, para se me gjujtë bunar, çka u kanë propozimi? Vritne. Që kisha ka thonë, merëm një muë, është i njëjtë gjë që ka thonë, mos e vrani be. I ka shklu zemra. Mos e vrani, ka thënë gjuhën barëm, hop në dikon ama, mos e mbytni. Shikoj vëzë, realisht,
kur shkojsh ti në grup dikun, para më vëzë me morti rrug dikun. Edhe bigajri hak, dikush me thonë, po shtash rri që tu midis tullë, se na duhet me hec. Sa e ranë dhe zëro kjo. Megjithse kin kadert Allahut kamerat e vllai vet tjetri, ama këshire nga ana e këtynve, këta pelajnë, a pas ka vedh kjo? Ani. Çu shele morën udhë këtë njëri? Si e lën udhë? Pse nuk mobilizohesh komplet për me e mbrojt ata? Pse? Sepse disa njerëz vëzër janë kështu. Nëse ata e shohin që pas ka përci senat, u mlaj kanë senat, e nuk kanë vëzër dignitet, nuk kanë njerëzillok me thonë, unë e muj me ba një punë, po zban me ba. A dallojnë a vëzër mes, muj me ba edhe zban me ba. Cili pineve vëzër stash në Ramazan s'mund me pi uj? Që e mërë qeshmët, vlojnë. Cili s'mund me pi uj? Qka të nalë? Allahu gjelluala, s'ka një iftarit. Mes të mundësijës edhe ban me ba, a disa ka dalim? Mes muslimani dhe ati cili nuk e njef Allahu gjelluala. Nga kejt e dina. Tash, atë qka ti mund është me ba, edhe atë qka nuk takon me ba dhe zërë. Kjo e ndanë sa ti ki besu Allahu gjelluala, sa ti e parimor, sa ti e ki njërzillëk, sa ti i e pi atyre të cilët e shpeson mëshirën Allahu e jo dënjan e Allahu subhanahu wa ta'ala. Qka thanë? A ka vedh kjo? Edhe një vllaj ka pas që ka vedh më herët. Thotë Allahu gjelluala, e mledhi vetën Jusufit. E mledhi, fe asarraha Jusuf. O dhe zërë, nuk o interesant na që po bojna sabër, ka një herë, që dikush të akuzone, të lëndone, të shpife, qka s'ban biftane, e të përdhose, trajton si mu kanë fëmije, e munohet me trajtu si kur ti mu kanë një loj lecke e tina që i pastron hun të veta, aje, kështu me ratë, këtë regull. Po nuk ka interesant kur ti e ma mlefin, edhe unë e ma mlefin, nuk ka interesant. A di shka interesant, vëzër, që kënë gjarje? O vëzër, ki vesh ka mujt me thonë, po kap në më rështin një mborë këtë që ki prinsë më rokan, që po përrejnë e parasive, unë e hajdu ta, ju mana thonë, kini me thonë, ja juhel aziz, o ti prins, ju kini arë buk me morë të une, buk të i ushqi, o vëzër, me buk të i majt, edhe e ka pas, pra, a di shajdu thonë këto, o prins ti hajdut, i kon hajdut, apo, dhe që vëzër, kitë ta, tha Allahu ja, fe esarraha Jusuf, thë Sheikhul Islamu Tejmije, sa më i lartë autoriteti njeriut, aq më i lavdushëm është Allahu sa abritina. Apo, por shembull vëzër, por shembull, kur një njeri, por shembull, ka arë nga transmetim nga Omer Khattabi, ka thanë, ai i cili është i qiltër, i dlir nga zinaja, është ai i cili ka epsh. Por shembull vëzër, a lavdrohet ma shumë të Allah një iri që zban zina, një plak. Një iri. Ma dje e kundër ta, ka thonë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, një prej njerëzve që Allah as se këshirë në ahiret, as nuk i fol, edhe ka azab të madh, cili o vëzër, një plak zinaqar. Që jetu bave ti? Që shme plak zinaqar? Ku e mërbe t'ja tepsh? Ku e mërbe t'ja t'kanve? A shka ka thonë për trivin? Qka e ma vetën? Kesh Allah i me ta. I thotë këshyre ke trivin, 20 vjet i ka përcejnë femna të në altë ke ullë kryën. Ta në andë i ka përcejnë, rëthot, ke ullë kryën. Allah o vëzër qeshet me këtë njeri. I thot me laqeve këshyre, bol jakana, apo këshyre qish maha. Kjo vëzër, a parënon një plak, Zotin arrujt, na falë, dhe i rujt ples të muslimanëve. Se pishohin të këshit tonë vëzër, Zotin arrujt. E pi dëgjoni vet lajmët. Ka vdek, si me në haqe e ka zojnë, si me pas vdek. Hasha vë kella. Ose ku ove kjo ftyra me dalë për para Zotin. Qish del ba njeri për Allahu Gjelluala. Qa ke babe ti? 70 vjeqarve, 80 vjeqarë. Qfar modeli be jeti për e vlatë të tu? Qfar rineki be jeti për vajzën qka e le mas? Për mbesën qka e le mas? Vëzër, nëse na nuk e me revitojnë a vetër, kam na hi shisharë që ki mrena, kam na hi që ki shërri. Allah e në lusë mi që Allah u tirun shoshrit e tona, e vlatë e tona, familjet e tona, gratë e tona, babalar tona, gjyqe tona, kretë na i rujtë Allah u gjilluara. E shiko vëzër, fe esarraha, e shtini mrena, anë vëzër, gëldit e mlefi, gëldit, shtine mrena, shtine. Shpërblen Allahu Gjelluara, shpërblen Allahu Te Bareke ve Teala.